Në ndrejtimin e kryetarit të Këshillit të Qarkut, Ervis Moçka, u zhvillua mbledhja radhës të Këshillit Konsultativ Vendor për arsimin parauniversitar, një tryezë e rëndësishme bashkëpunimi që synon përmirësimin e cilësisë së arsimit në të gjithë territorin e qarkut të Vlorës. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga të gjitha zyrat rajonale të arsimit, si dhe përfaqësues të bashkive të qarkut Vlorë, duke reflektuar një qasje të koordinuar dhe gjithëpërfshirëse ndaj sfidave të sistemit arsimor. Gjatë mbledhjes, fokusi kryesor i diskutimeve ishte infrastruktura në shkolla dhe shërbimi psikosocial për nxënësit. Të pranishmit ndanë problematikat konkrete të asura në teren, nevojat emergjente për investime, si dhe domosdoshmërinë e forcimit të rolit të psikologëve dhe punonjësve social në institucionet arsimore. Gjatë kësaj mbledhje, Këshilli arriti edhe në rekomandime konkrete, të cilat synojnë përmirësimin e kushteve fizike në shkolla, rritjen e sigurisë dhe garantimin e një mbështetje më të plotë psikosociale për nxënësit. Arsimi u theksua si prioritet strategjik për zhvillimin e qëndrueshëm të qarkut të Vlorës. Nga diskutimi në veprim, ky ishte mesazhi kryesor i mbledhjes, duke nënvizuar se rekomandimet e miratuara nuk do të mbeten vetëm në nivel propozimesh, por do të ndiqen me hapa konkret dhe monitorim të vazhdueshëm. Këshilli Konsultativ Vendor për arsimin parauniversitar në qarkun e Vlorës funksionon si një hapësirë bashkëpunimi ndërmjet qarkut, bashkive, zyrave arsimore dhe komunitetit. Ai përfshin përfaqësues të institucioneve vendore, drejtues shkollash, specialistë arsimit dhe aktorë të tjerë të integruar me qëllim adresimin e çështjeve arsimore në nivel vendor. Qëllimi kryesor i këtij këshilli është forcimi i bashkëpunimit mes institucioneve vendore dhe atyre arsimore për ta bërë arsimin në qarkun e Vlorës më efikas, më cilësor dhe më të përshtatur me nevojat e nxënësve dhe komunitetit. Nëpërmjet funksionit të tij këshillimor dhe koordinues, Këshilli synon të identifikojë sfidat, të propozojë zgjidhje konkrete dhe të nxjisë politika vendore që mbështesin zhvillimin e arsimit parauniversitar. Ky angazhim i përbashkët konfirmon se investimi në arsim mbetet investimi më i rëndësishëm për të ardhmen e qarkut dhe të brezave që vijnë.